sensitive të cilat kishin ndodhur gjatë vitit 97 ose për shkak të atij viti. Kam prezantuar rastin e vrasjes të quajtur vrasja e Glinës, të ndodhur në 97. Një grup kriminal i armatosur gjatë vitit 97, me shtrirje në territorin në aksin në qarkut Vlorë të Pelen, kishin krijuar një mekanizëm për të grabitur shtetasit shqiptar të cilët jetonin dhe punonin në Greqi dhe ktheshin pikën e kalimit kufitar Kakavi. Njëri nga antarët iqej si taksist dhe bashkëpunëtorët e tjerë prisin në rrugë për të realizuar qëllimin e tyre kriminal. Për shkak të reagimit të ndjerëve, 4 shtetas shqiptar u vranë nga ky grup i armatosur të trimëruar për shkak të armëve të zjarrit. Çështje e cila ishte pezulluar, është rifilluar në kohën që kam qenë drejtues, janë përfaqësuar hetimet dhe akuza në gjykat, janë identifikuar autorët dhe janë dënuar të gjithë autorët, për ekzekutorin kanë kërkuar dënimin e tij me burgim përjetshëm. 2 çështjet e tjera kanë të bëjnë me rrëmbimet e biznesmenëve në qytetin e Gjirokastrës. Grupet kriminale që ushtronin, ishin 2 grupe të ndryshme, ushtronin funksionet e tyre në aksin Tepelen Gjirokastër, rrëmbyen 2 biznesmen, një në fshatin Peshkëpi të Gjirokastrës dhe një në qytetin e Gjirokastrës. I rrëmbyen dhe i mbajtën peng për periudhë nga 9 deri në 18 ditë. Ushtruan dhunë fizike dhe psikologjike, duke i detyruar që tapnin dhe varrin e tyre me qëllim të merrnin shumat monetare të kërkuara. Shumat kërkuara fillimisht ishin 100 milion drahmi dhe arritën që të marrin nga 20 deri 25 milion drahmi, që me vlerën e sotshme shkon nga 80 deri në 100.000 euro. Hetimet të pezulluara nga kolegët që kanë qenë në vitin 97 janë rifilluar gjatë kohës që unë kam qenë drejtues, janë identifikuar autorët, janë mbledhur provat, janë aplikuar metodat e posaçme që mund të aplikoheshin në atë kohë, bëhet fjalë për para 25 viteve. Dhe është bërë mundur identifikimi, arrestimi dhe dënimi i autorëve. Është në rastet e para që është kërkuar që të pranoheshte viktima pra të rrëmbyerit në procesin penal dhe përveç dënimit penal është vijuar dhe me dënimin pasuror dhe moral të viktimave. Këto çështje për shkak të kompleksitetit të hetimeve këtyre ngjarjeve të ndodhen në 97, për shkak dhe të mungesës së funksionimit të shtetit dhe mungesës së kryerje të veprimeve të para në vendin e ngjarjes, sepse kemi jetuar ngjarje pa vendngjarje, është bërë mundur pra që të jemi sa më aktiv dhe të jepnim aq sa mundeshim drejtësi duke identifikuar dhe çuar para drejtësisë autorët. Dhe pas kërkesës tonë është gjykata që ka vendosur drejtësinë me dënimin e tyre. Janë dhe 2 raste tjera që përkasin Gjirokastrës. Njëri ka të bëjë me një grup rreth 12 personash, të cilët bënin vjedhjet me armë në aksin Gjirokastër-Kakavije, u identifikuan që të 12 dhe u dënuan për shkak se grabitën 2 nga familjet që jetonin dhe punonin në atë zonë. Dhe rasti i fundit ka të bëjë me një rrëmbim dhe mbajtje peng të një personi i cili për fat keq u ekzekutua nga autorët dhe pavarësisht ekzekutimit vijuan duke kërkuar dhe të merrnin shuma monetare. Me cilësinë e drejtuesit, kam qenë dhe i gatshëm, kemi vijuar ato veprime proaktive, kemi identifikuar autorët, i kemi dërguar para drejtësisë dhe për ekzekutorin sërish kam kërkuar burgim përjetshëm, po gjykata ka dhënë burgim përjetshëm. Për shkak të formës posaçme gjykimit që aplikohet në atë periudhë, i është kaluar zbritur dënimi në 25 vite. Akte që përkasin periudhës së provurisë për krime të rënda. Bëhet fjalë për grupe kriminale, të cilat ushtronin funksionet e tyre në 3 qytete, Tiranë, Durrës, Fier, në një hetim paralel me autoritetet italiane të drejtësisë. Rezultoi i suksesshëm përfshirja e grupeve të hetimit Shqipëri-Itali në identifikimin e 48 antarëve, 8 prej cilët u hetuan dhe arrestuan nga autoritetet shqiptare për sasitë konsiderueshme të drogave të forta,
Gjatë periudhës 2000-2002, u identifikuan autorët, u arrestuan, u dënuan me vendime të formës prerë. Çështja tjetër ka të bëjë sërish me një hetim paralel me autoritetet italiane të drejtësisë. Me 8 të pandehur, emrin e keni të shënuar është ndër subjekt më të rrezikshëm që ka Shqipëria, që ndodhet sot në burg, e kam hetuar bashkë me një nga kolegët tjera, cila është edhe kandidate, ishte në vitin e parë të punës së saj në provën e krimeve të rënda, dhe janë dënuar këto autor, ishte rasti i parë që arrestoheshin dhe dënoheshin për vepra të tilla të përsëritura më tepër se sa një herë në sasi të konsiderueshme të lëndëve narkotike. Sa i përket këtyre çështjeve, është aplikuar dhe metoda e posaçme e ekspertimit të zërit me qëllim identifikimin dhe dërgimin me prova sa më të plota para drejtësisë. Kam përfaqësuar 2 ngjarje të rënda që kishin ndodhur sërish në 97-ën, të quajtur si masakra e Cërikut dhe masakra e Qafgjashtës. Ngjarje të ndodhura në 97-ën, të rifilluara në 2007-ën, pas 10 viteve janë rifilluar prej meje. Në bashkëpunim të ngushtë me strukturat e policisë shtetit dhe strukturat e tjera realizatuese, është bërë e mundur që të identifikohen tek rasti i masakrës së Qafgjashtës 9 të pandehur, të cilëve u atribuohet vrasja e 6 oficerëve të policisë dhe punonjësve të Gardës së Republikës dhe plagosja e 16 të tjerëve, si dhe në masakrën e Qafgjashtës, vrasja e një oficeri të lartë policie, rrëmbimi dhe mbajtja penge 2 punonjësve të tjerë dhe vrasja në tentativë një drejtuesi të lartë policisë shtetit, që të gjithë subjektet janë identifikuar, arrestuar, dënuar. Dhe për 3 prej tyre janë kërkuar nga ana ime dhe janë dënuar me burgim përjetshëm. Koincidenca e fatit ndodh që pas disa vitesh kur unë rikthehem sërish në provërinë e posaçme, rezulton që kthehet nga gjykata e lartë dosja e masakrës së Cërikut për shkaqe procedurale, për shkak se gjyqtari i gjykatës së apelit kishte qenë dhe tek grupi i punës që jepte statusin e bashkëpunëtorëve të drejtësisë dhe sërish e ka përfaqësuar në apel dhe janë dënuar po me burgim përjetshëm të 3 autorët gjatë vitit të kaluar. Cila ishte specifika e këtyre çështjeve? Kishte të bënte me faktin se kemi aplikuar në rastet e para të bashkëpunëtorëve të drejtësisë. I kemi dhënë besimin që këto ngjarje, sërish pa vendngjarje, të rifilluara pas 10 viteve, nuk mund të zbardheshin pa patur kontributin e jashtëzakonshëm të bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Ndodheshin para një presioni të vazhdueshëm nga të pandehurit familjarët e tyre, të cilët ishin paprekshëm në qytetet ku operonin, dhe familjarëve të viktimave, të cilët me të drejtë kërkonin dëshkimin e autorëve. Arritëm që të menaxhonim me sukses seancat, ishin me qindra dëshmitar dhe prova dhe procese të cilat kanë zgjatur me vite për shkak të karakterit gjykimit të zakonshëm. Në përfundim gjykata arriti në verdiktin final për dënimin e tyre. Kam hetuar dhe përfaqësuar në gjykim një çështje me 6 pandehur për vrasje, vjedhje me armë, rrëmbim dhe mbajtje 5 persona. Dënuar të gjithë personat me vendim formës prerë, për njërin që ishte kryesori sërish kam kërkuar burgim përjetshëm. Kam patur çështjen tjetër, sipas rendit që kam pikën 6. Një grup prej 7 anëtarësh që operonte në aksin Tiranë-Fushkruj-Kruj, të cilëve u janë atribuar 9 episode, janë identifikuar dhe dënuar që të gjithë autorët. Është një vendim tjetër me 4 episode me 6 pandehur për trafikim ndërkombëtar të lëndëve narkotike me shtetas shqiptar dhe të huaj, identifikuar dhe dënuar të gjithë autorët, çështje për cilën kam qenë me cilësinë e ekspertit pra një gjykate amerikane dhe kam marrë vlerësimet maksimale, për shkak se njëri nga autorët është dënuar dhe nga autoritetet amerikane të drejtësisë. Kam ushtruar hetimin pasuror në seksionin e hetimit pasuror pranë prokurisë për krime të rënda, ndaj grupeve kriminale që operonin në Shqipëri pas vitit 97. Janë konfiskuar pasurit e të ashtu quajtura banda e Durrësit, e Lushnjës, por edhe gjitha grupe kriminale të cilët përfshirshin në të ashtu quajtur në ligj antimafia. Vlera e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara
kap shifrën miliona euro sipas statistikave dhe raportimeve përkatëse. Në një nga çështjet pra është konfiskuar shuma prej 2.6 milion euro. Gjithashtu kam patur edhe një çështje tjetër me 5 të pandehur, të cilët kryerin vjedhje me armë, por këto kishin specifik se krahas vjedhjeve të tjera arrini që të vidhnin dhe objektet e kultit. U identifikuan dhe u dënuan të gjithë autorët. Aktet e provojës së përgjithshme, nuk e di si jam me kohë. Okej. Sa i përket provojës së përgjithshme, si drejtori i drejtorisë së hetimit, kam ushtruar reduksionin fillestar ndaj 2 deputetëve në detyrë, kam kërkuar heqjen e mandatit pranë Këshillit Rregullor e Mandate Imuniteteve, është dhënë autorizimi dhe janë arrestuar, përfaqësuar në gjykim prej meje derisa është dërguar për gjykim. Krahas detyrave të tjera që kanë pasur me shumicë në provorinë e përgjithshme apo përfaqësime të çështën në gjykatën e lartë dhe gjykatën e kushtetuese. Sa i përket provojës së posaçme, pra po mundohem që t'i shkurtoj të përmbledhur sepse ju i keni aktet. Krahas 5 skuadrave të përbashkëta hetimore janë me 10 hetime paralele që realizohen me autoritetet e huaja të drejtësisë. Rasti i parë që kam prezantuar bën fjalë për hetime paralele me autoritetet franceze të drejtësisë, bëhet fjalë për një grup 8 antarësh, të cilët vëllën 67 banesa, shuma të ndryshme monetare, bizhu dhe të cilat i sillnin në Shqipëri. Identifikuan dhe arrestuan autorët përkatës. Kam ndjekur një kryetar bashkie, i cili përfshihet në ligjin e ndërkombëzimit dhe u dënua për shkak se nuk ishte deklaruar një dënim në territorin e shtetit grek për 3 vitesh. Kam ushtruar ndjekjen penale dhe përfaqësuar në gjykim një kandidat për kryetar bashkie për korrupsion në aktiv në zgjedhje. Janë kryer hetimet nga prokuroria e Vlorës, është përfaqësuar pastaj hetimi pjesa tjetër prej meje dhe i kolege tjetër në provorinë e posaçme, përfaqësuar në gjykim, në gjitha shkallët kam marrë vendimi formë prerë, kam përgatitur mendime për gjykatë lartë, gjykatë kushtetuese, por edhe pranë avokatit shtetit për sa i përket ankimeve që do shkojnë në gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit. Kam kryer 2 hetime për 2 grupe paralele të strukturura kriminale, të cilat merresh me trafikimin e lëndëve narkotike drejt vendet bashkimit evropian dhe kryesisht drejt Gjermanisë. Identifikuar të gjithë autorët dhe dënuar 13 autorët. Kam hetuar një hetim paralel me autoritetet italiane të drejtësisë për një sasi prej 1.000 kg lëndë narkotike, identifikuar, sekuestruar pasuri dhe konfiskuar pasuri. Kam kryer hetime penale dhe pasurore ndaj 11 të pandehurve, të cilët në kuadër të përdorimit metodës posaçme dorëzimit kontrolluar është rasti i një sasi prej 485 kg lëndë narkotike kokainë e trafikuar nga Kolumbia për Shqipëri, janë identifikuar 11 autorët, së bashku me kimistin, është identifikuar dhe laboratori, janë dënuar që të gjithë autorët. Krahas hetimit penal janë sekuestruar dhe 19 pasuri të kreut të këtij grupi me vlerë për 2.5 milion euro. Po me fraksioni kanë lënë, është identifikuar rrjeti bashkëpunëtor për 10 pandehurish për një sasi tjetër me lëndë narkotike të sjellë nga Republika Dominikane për në Shqipëri, u identifikuan personat, u identifikuan laboratori dhe u arrestuan personat për shkak të personalitetit dhe ruajtjes së sekretit hetimor kam pa mundur të jap detaje tjera për këtë çështje. Kam përfaqësuar çështje tjera ndaj grupeve kriminale të ekspozuara dhe përfshira në vrasjet ndaj personave. Sa i përket një funksionari për prokuror në detyrë, i cili tentoi të vrite dhe disa personat të tjerë pra që mbetën të plagosur dhe drejtuesi i automjetit që mbeti i vrarë. Ky grup përbëhet nga 11 antar. Janë dënuar 7 antar deri tani, njëri prej tyre me obligim përjetshëm, tjetri me 35 dhe të tjerët janë për sigurim kushtes dhe 4 vazhdon akoma gjykimi. Po nga kjo çështje ka rezultuar 3 persona të tjerë të cilët kanë përdorur aplikacionet e kriptuara Sky, ECC dhe Matrix. Është identifikuar një deputet në detyrë, i cili bashkëpunonte me grupet kriminale dhe jepte ndihmën e tij dhe merrte edhe shpërblime përkatëse me vota.
i dërguar për gjykim, në fazën që kam paraqitur kërkesën, isha në fazën e konkluzioneve, tashmë është edhe ai i dënuar dhe janë që të gjithë të dënuar. Sa i përket çështjeve që më dilnin në lidhje me korrupsionin, sepse unë jam i fokusuar te ligje e krimit organizuar, kemi identifikuar një punonjës të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor, i cili ushtonte presion ndaj bizneseve, kërkonte shuma deri në 10 milion lekë, në rast kundër do mbyllte aktivitetin. Identifikuar, arrestuar në flagrancë, dënuar. Janë 7 të pandehur në 4 episode të cilët ushtronin ndikim paligjshëm për dhënien e banesave sociale kundrejt përftimeve për çdo rast nga 15.000 euro, identifikuar, arrestuar, dënuar gjithë autorët. Janë dhe 2 çështje për akte terroriste, të cilat janë hetuar, përfaqësuar, dënuar. Çështje tjetër me autoritet gjermane të drejtësisë, bëhet fjalë për 4 shteta shqiptar, për një sasi të konsiderueshme në narkotike që kapte vlerën për 3.3 milion euro, të dënuar me 17 vite burgim. Kam hetuar përfaqësuar në gjykim një çështje me 7 pandehur për trafikim të armëve nga Shqipëria në drejtorinë të Mbretërisë së Bashkuar, identifikuar, dërguar për gjykim e dënuar. Kam patur 2 skuadra përbashkëta hetimore me autoritetet franceze për të 2 grupet kriminale, identifikuar, arrestuar, dërguar për gjykim si për trafikim të lëndë narkotike, ashtu dhe për pastrim të produkteve dhe veprës penale, janë identifikuar, dënuar, autorët janë konfiskuar dhe shumat monetare. I kanë kushtuar vëmendje pra përfaqësimit edhe në këtë prokurori pranë gjykatës së lartë dhe janë marrë disa vendime njësuese dhe janë përkrahur qëndrimet e mia. Eksperjenca në drejtimin e një strukture, për jap shkurtimisht, pra në të gjitha strukturat që kam qenë, jam munduar që t'jap eksperiencën, por e cila ka ardhur gjithmonë në rritje, sepse unë çdo ditë mësoj, nuk i di të gjitha, s'kam asnjë mundësi që si t'i di, dhe jam munduar që të kem një shpërndarje të drejtë të barabartë për të gjithë punonjësit, duke filluar që nga Gjirokastra, sa i përket prokurorisë së rrethit gjyqësor Lezhë, pra jam fokusuar kryesisht në mafjen e të quajtur mafia e Bregdetit, ku ishte një konglomerat personash, pushtetar lokal dhe të krimit organizuar, të cilët kishin marrë veprime antiligjore për tjetërsimin e pronave të Bregdetit. Falë bashkëpunimit me strukturat e policisë së shtetit, është bërë mundur identifikimi dhe vijimi i goditjes së këtij fenomeni. Janë shfuqizuar me 10 vendime të prokurorëve, si drejtorisë hetimit kontrollit ndjekjes penale, pra krahas hetimit jurisdiksionit fillestar, janë shfuqizuar disa vendime të prokurorëve më të ulët, pasi rolin që sot kryen gjyqtari i seancës paraprake e kryenin prokurori më i lartë. Sa i përket pjesës së prokurorisë për krime të rënda, ka qenë si drejtues në atë prokurori, kam insistuar që të jem vetë i pranishëm në çdo ngjarje të rëndë kriminale, pasi provat merren në vendin e ngjarjes dhe janë papërsëritshme. Kam ushtruar ankim në